Pas një vit i larg vëmendjes publike, Gjesti është rikthyer me një rrëfim prekës në një emision. Për herë të parë, ai foli hapur për humbjen tragjike të vëllait të tij, një ngjarje që ia ndryshoi jetën përgjithmonë. Mes dhimbjes, artisti tregoi se prej asaj dite po përballet me ankthin dhe një betejë të vazhdueshme me veten. Ai u shpreh se, edhe pse para publikut mundohet të buzëqesh, brenda ndihet i thyer në mijëra pjesë. Gjesti tha se kjo periudhë e vështirë e ka afruar më shumë me Zotin dhe me familjen, duke gjetur aty forcën për të vazhduar përpara. Sipas tij, motivi i vetëm për të zgjuar çdo mëngjes është familja dhe dëshira për të bërë një njeri më i mirë. Mes emocionesh, këngëtari pranoi edhe pengun më të madh që mban në zemër, faktin që ndonjëherë i kishte folur ashpër të vëllait dhe që sot do të donte t'ja kishte plotësuar edhe më shumë dëshirat sa ishte gjallë.